Kemi një vlerësim për figurën e zotit Konjufqa dhe është e vërtet kjo. Jo dini kur ishte situata në parlament, krijimi një qeverie është një proces tjetër. Kushdo që i merr përgjegjësitë e merr përsipër me siguru votën. Ne nuk kemi pas ndonjë propozim ose kërkesë nga vetë vendosja për çfarë do bashkëpunimi. Ka si me thonë kërkesa për takime. Po nuk mendojmë që takimet janë diçka që ja vlen, kur nuk ka propozime për ndonjë përgjegjësi, për ndonjë bashkëpunim, për ndonjë situatë të re. Megjithatë, kjo që ka ndodhur me këtë qeveri nuk është shumë e qartë. Për shembull, kryeministri i mëhershëm është zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm. Pastaj shumica e ministrat mëhershëm janë aty. Pra, është e vështirë të diskutohet për një dalje nga kjo gjendje në situatën çfarë është, pas parasysh të shqetësimet buxhetore të gjitha, duke qenë kështu, ne po lutemi që zgjedhjet kanë kërku për komunikim. Zoti Konjufqa ose nga zyra e tij ka pas kërkesa për takim ose konsulta me kolegët tonë dhe me mua në këtë rast, por nuk e shohim që me shku në takime ta zonë që e shpreha që të ma votën si vllase për Kosovën. Po Kosovën nuk është se e donë vetëm një, të gjithë e duan, dikush më shumë ndoshta, po nuk ka diçka serioze në qasjen e tyre, nuk besoj që edhe sikur të kishte pra dhe një propozim bashkëpunimi, ju e dini qëndrimin tonë, po prapë nuk ka pas një propozim, duke qenë korrekt, nuk ka asnjë propozim bashkëpunimi ose ndalje përgjithësive ose që është logjika në këtë rast, me pi kafe, mu taku. Jo, mu taku nuk e fshej, po nuk jo, edhe nuk kam plan. Pra me pi kafe kështu. Unë muj me taku zotin Konjufqa në rrugë dhe jep dorën e përshëndes, muj me pi kafe me tonë se takon arasisht, po nuk planifikoj mu taku për këtë zhvillim. Nuk ka shumë ndryshim nga ajo që kemi thonë s'ka Kurti 3. Realisht na nuk po e shohim këta Konjufqa 2 diçka, po e shohim prapë Kurti diçka. Nuk çdo herë do ta ndihmojshim vendin me dal nga një gjendje, por nuk po e shohim mundësinë e veprimit të tillë, për shkak se sikur e dim, pra shumë procese paraprape, që marrë një buxhet në kuvend nuk ekzistojnë. Pra nuk ekziston qeveria që e bën buxhetin, nuk ekzistojnë mekanizmi ligjor që e sjell muqinë e një votimi. Sikur nesër të isha në seancë, do të ishte një buxhet ose një diçka të paktën për 3 muaj ose një ngjarje të caktuar, nuk e kishim. Megjithatë unë mendoj se ende jemi në kohë, pra nuk po e them këta veç me dhënë shprehje tërheqshme, nëse shkojmë shpejt në zgjedhje jemi në kohë që dikun para marsit me i pas elektionet e ardhshme e deri në fund shkurtit ekziston vazhdimi i buxhetit. Ekziston deri në shkurt, ekziston buxheti. Deri në shkurt vitit që vjen, është praktik kjo që ekziston buxheti, po me bo me hyje në mars krijohen komplikime dhe duhet me përshpejtu. Për ata dhe ju kemi lutur edhe presidentës që nëse mundet pa të konsumon të procedurat kushtetuese në afat më të shkurt dhe t'ia fiton ndonjë ditë Kosovës.